të tërbuar nga antishqiptarizmi dhe nga qendresa e fuqishme e Partisë Demokratike Shqiptare, BDI dhe LSDM, në përmjet një portali paqavur, Libertas e veçmas Alsatem, nuk zgjedhin mënyra me shpifje e vrerë për të sulmuar Partinë Demokratike Shqiptare. Çmenduria e fundit ishte lajmi në përmjet Libertasit, të LSDM-s dhe shoqata kriminele korruptive që mban emrin Alsatem, tentoi të tjetërsoj lajmin e vizitës të kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare, zotit Mendu Thaçi në Tiranë, ku me ftesë të presidentit të Shqipërisë, zotit Bujar Nishani, mori pjesë në ceremoninë për dekorimin post mortum të figurës kombëtare Hasan Prishtina. Alsatem e ka kapluar të merri me shumë se gjithkënd tjetër për hyrjen e Partisë Demokratike Shqiptare në qeverinë e re. Të merri i kësaj shtëpie kriminele propagandistike është se me Partinë Demokratike Shqiptare në qeveri do të hetohen të gjitha aktivitetet kriminele dhe korruptive, e veçmas të Alsatem që është ngritur mbi shtratin e parave të pista për të sulmuar çdo gjë shqiptare. Kur jemi te vizita e kryetarit në Tiranë, ai u prit miqësisht nga ana e presidentit dhe të pranishmëve të tjerë, por ajo që u vërejt ishte mungesa e përfaqësuesve të BDI-s në këtë ceremoni. Hekuri i nxehtë që e ka mbërthyer përfyti BDI-n me mospërfylljen e tyre nga Washingtoni, Brukseli, Tirana e Prishtina, e të merron jo vetëm ta të BDI-s që mund të ngelin jashtë qeverisë, por edhe LSDM-n e veçmas shtëpinë kriminele propagandistike Alsatem.